Jemi live. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në live streamit tim të radhës. Ky live stream sot bëhet në qytetin Bregdetar të Durrësit. Duke parë kohën e bukur, sot mendova të vija këtu dhe t'ju bëj një live stream në këtë qytet Bregdetar. Live streamin e kam filluar këtu në rrugën e plazhit. Do të jetë një live stream disi gjatë sot. Do të përshkruaj komplet rrugën e plazhit këtu në këmbë deri tek valla dhe më pas do të pozicionohem në qendër të qytetit. Shpresoj që live streami të shikohet pastër nga kjo video. Përshëndetje, mirë se erdhët. Siç e theksova, do të përshkruaj, tashmë ndodhem tek rruga e plazhit. Do të përshkruaj gjithë pjesën e rrugës së plazhit. Është distancë relativisht disi e gjatë për të bërë në këmbë, por do ta bëjmë të gjithë këtë rrugë. Deri tek Volga. Pra është në distancë rreth 4 km e 700 metra. Pas do të pozicionohemi në qendër të qytetit. Sot është data 2 janar e vitit 2021. Shpresoj që viti që sapo ka filluar të jetë sa më i mbarë për të gjitha familjet shqiptare. Dhe mendoj dhe besoj se kjo e keqe që i është shkaktuar komplet globit të pranverë do të zhduket.
Në planet e mia të afërta të radhës, do dëshiroja që të shkoja në Vlorë, të bëja live stream në Vlorë dhe në Shkodër. Me thënë drejtën me zipres të shkoj tek të dy këto qytete, por në fakt më ka penguar deri diku të pjesa e orarit, sepse në orën 20:30 mbyll dhe qarkullimi rrugor, kështu që nëse do shkoj aty, kam pak vështirë të rikthehem në shtëpi, sepse orari është i kufizuar, kështu që nuk e di. Por besoj se do ta nis live streamin për shembull në orën 4 ose 4:30 deri në orën 6, edhe në të dyja këto qytete mua më duhet rreth 2 orë për të kthyer në shtëpi, kështu që mendoj se do arrij që t'i bëj këto live stream. Tani do doja të afrohesha pak tek pjesa e Bregdetit. Për personat që sapo kanë hyrë në live stream, sot ndodhem në qytetin bregdetar të Durrësit, në Durrësin i cili pati problemin madhor në nëntor të vitit kaluar, siç ishte tërmeti. Pasojat cilët shikohen majta zjathas, po të shikosh ka pallatet dëmtuara. Për shembull, nuk e di, si mua tani më bie shumë dielli. Ja, siç e shikoni, dëmet që ka shkaktuar tërmeti 26 nëntorit. Pra, shihni pamjet se çfarë dëmesh ka shkaktuar. Tani unë po i afrohem Bregdetit. Përshëndetje Gerta, mirë se erdhe. Tu pas ka ato mjete të cilët nësa shkoj të bëjnë pastrimin e zonës. Ka sjellë shumë barë. Ja shikoj në Bregdetin. Ka shumë qytetarë cilët shëtisin në Bregdet. Dhe në drejtë durrsakët janë me fat, që kanë këtë Bregdet pa ju frymë të kërë. E mirë. Duke lojë që i ka shumë prurje të detit në Betorinë, ose Betorina jo, po në barë. Ka dhe Betorina, po tohet, bidona gjera, po që ndryshme në barë kur. Pra aq herë sa kam qenë këtu në Bregdet, nuk kam parë kurrë këtë lloj gjëje kështu. Shikoni sa çuditshme. Pra, Bregdeti i Durrësit, fantastike. Që do t'jen gradualisht. Shumë qytetarë kanë dalë në Bregdet për të shoqëruar.
Shikojmë shumë qytetarë që kanë dalë për të shëtitur në Bregdet. Pas në dhe një vark buar nga Berera. Këdi se duket se u ka pasur një patic. Do ishte pamje super fantastike nëse nuk do ishin këto pallatet, sepse me sa kuptojon janë 2 radhë pallate ose mbas edhe 3. Edhe imagjino tash të ishte një rrugë panoramike shumë e bukur, edhe të dukshë Bregdeti. Të ishte një rrugë me pemë ose një rrugë me pisha, me palma, ku diun. Do ishte diçka fantastike, por tashmë kjo nuk rikuperohet më. Gjithsesi shpresoj që të ruhet paktën vija bregdetare që është aktuale në Vlorë dhe në Sarandë. Në Sarandë është më keq akoma. Gjithsesi, kjo është Shqipëria. Në Vlorë nuk ka shumë, por gjithsesi ka disa ndërtime dhe afër. Do shta gaboj. Nuk ka tek pjesa e... se harrova të që u lidha për momentin. Tek pjesa që është bërë rekonstruksion. Për momentin do shta nuk ka, po parë, pallata kur del, ka mos që të ka. Janë disa ndërtese. Gjithsesi, jo si këtu. Janë shumë afër, mendoj 15-20 metra. Janë pallata. Po bledi, jam Durrës live. Përshëndes. Pysja një tursak këtu për pjesën e këtyre është ka pasur ndonjë batica, nuk e di, se ka shumë barë të ardhur nga deti, ka pasur shumë ujë si duket, nuk e di. Gëzuar bledi, përshëndes. Faleminderit edhe për ty. Valentino, faleminderit. Respekte. Po, do hy. Do ta përshkruaj, ja kam thënë në fillim të live streamit. Do ta përshkruaj të gjithë pjesën e Bregdetit ndoshta të gjithë jo, po pjesën e që po përshkruaj tani. Ja, një sekond të atë mapsin. Nuk e di, aty është ndoshta duket pak errët. Por do ta përshkruaj të gjithë pjesën e plazhit. Dhe do të shkoj deri tek Volga, më pas do të kthehem në qendër të qytetit. Është rreth 4 kilometra e gjysmë. Kështu më tregon mapsi. Gëzuar, faleminderit.
Këtu është distanca më e shkurtër, mendoj. Besoj se është 12 ose 15 metra distanca këtu. Me të vërtet është shumë afër. Por Shqipëria ka kaluar një periudhë 30 vjeçare tranzicioni, kështu që dikush me mik, dikush me hir, dikush me pa hir ka arritur të bëjë ndërtime. Gjithsesi shpresoj të ruhet pak në pjesa që është aktuale e distancës. Edhe një zonjë e cila tregtonte aty ambulante, tregtonte aty edhe mora një informacion disi të shkurtër për pjesën e barave që kanë ardhur këtu, barishte, dhe ditën e vitit të ri pas ka pasur shumë dallë. S'ka bërë vaki, tha zonja, që të vinë kaq shumë bara, kaq shumë barishte nga deti. Faleminderit Aldo, gëzuar. Falni se komentet ikin shpejt. Gjithë mirë, gëzuar. Po, got fellas, s'ka internet mirë. Është një numër Alt Telekom ky. Edhe marr internetin prej këtij rrjeti. Shpresoj që figurat stabilizohet më mirë duke u afruar qytetit. Ka shumë për kapaciteti për qytetit. Uroj që të pastrohen këto, të hiqen. Po shikoj që interneti është i dobët në transmetim. Jam me valët e rrjetit Alt Telekom, Eagle Mobile, si mund ta them ndryshe. Ndjes për cilësinë e dobët figurës. Kemi dhe fëmijë që shpërthejnë. Shpërthejnë kapsollat vogla. Fatkeqësisht ka shumë papastërti në Bregdet. Shpresoj që do rregullohet. Ariol, përshëndetje një herë. Sipas një zonje ku që bëra një pyetje, ditën e vitit të ri pas ka patur dallë shumë mëdha këtu në Durrës, kështu që ndoshta prandaj janë shkaktuar këto papastërti që shikojmë.
Pastriot, përshëndes ty njerë, po kam një emër timin, kështu që nuk do doja që ta përdorje këtë dublim. Gjithsesi Marinë e kam shok. Përshëndetje Elsa, mirë se erdhe. Faleminderit Ariel, gëzuar dhe mbarësi edhe për ty. Do kaloj sërish në rrugën kryesore, e cila quhet rruga Plazhit. Kush je ti? Po Silvana, duket Deshterik, e mësova emrin si u Deshterik. Përshëndetje Kena, përshëndes. Angelo, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kemi edhe një fans që nga përshëndet. Faleminderit. Do duhet të shikoj pak mesazhet. Përshëndetje Hajër Pepe.
Vila Zogut nuk arrit do të shkoj. Përshëndetje Belgjika. Gjermania, përshëndes. Castel Rama, respekt. Teti nga Franca, përshëndetje. Goni Hoxha, misë erdhe. Bosi, përshëndetje. Just Tern, përshëndetje. Manuel, përshëndetje Italia. Përshëndes. Ja qenë Saltin, përshëndes. Ariel nuk e di. Pranverë mendoj se do shkoj. Do të bëj një tur gjithë zonës andej, sepse duhet të shkoj Kastilje për të bërë disa qytete. Nuk mund të shkoj vetëm për një qytet caktuar, kështu që mendoj se do shkojnë pranverë atje. Do doja të ecja aty në mes, por aty nuk është për këmbësor, kështu që e kam pamundur. Edhe një poset hapur këtu. Natën mund të biesh aty brenda dhe nuk dihet përfundimi. Roberto, nuk mund të them përshëndetje njerë, por nuk mund të them që po lejnë kockat, por ata po punojnë për një të ardhën më të mirë për veten e tyre, për familjet e tyre. Kështu që me të se shpreje pak e ashpër ajo që përdorë, për gjithsesi është mendimi yt. Gëzur Altin. Mirë Zefi, faleminderit. Modena, përshëndes. E garantuar që e kanë marrë për skap, sepse të tjerat i kanë vendosur për dërrase. Për
për mos t'i marrë për skrap. Jo, bona, fatkisisht edhe mua nuk më duken shumë të mira. Pasi të kalojmë Urën, unë do të ndjek rrugën e cila është rruga e portit. Aty më ka pëlqyer ai segment, edhe do doja që ta përshkruaj rrugën e portit me pas në Volg, pastaj të kthehem në qendër të qytetit. Ka shumë lëvizje automjetësh, por trafiku është krejt i zakonshëm. Pastriot, do të lutem, tash përfundoj kontaktin me ju, Pastriot, votoj këtu. Do doja të bëj një pamje aty sipër, se rruga ime do të vazhdoj drejt, por mendova thash tipi një aty sipër më shumë për të treguar një pamje nga lart. Bosi gëzuar. Tashmë jemi sipër rrugës Dajlanit. Shpresoj që interneti të jetë i fuqishëm edhe shkon e sa më pastër. Të zgjidhet edhe pjesa e transmetimit. Do të marr një numër kompanie tjetër, kështu që shpresoj që paktën edhe ky live stream të shikohet pastër, sepse problemi i sinjalit do të zgjidhet në live streamet e tjerë. Pra unë do të vazhdoj atë segmentin aty, pastaj në Volga, në qendër, edhe do të kthehem tek deri këtu sërish tek Ura e Dajlanit. Mirë pra miq, atëherë ju që më shikoni, ju përshëndes gjithëve, ju uroj një vit të mbar të këtij viti i cili sapo ka filluar. Do t'ju lutesha të gjithëve komentet mos jenë as ofenduese për njëri tjetrin, aq më pak për mua, kështu që
Unë nuk do doja të kishte persona që të komentojnë këtu negativisht. Unë vitet i bëj thjesht për qef. Vitet do të bëj sot, do të bëj edhe nesër, edhe kur të vinë parti tjera, kështu që nuk ka lidhje fare transmetimi tim në partitë. Unë jam një person që punoj për video, për YouTube, kam sot e shumë vite që punoj për këtë punë, kështu që nuk i bëj vitet as për një person. Ju lutem komente sa më pozitive nëse është e mundur. Ndryshe pastaj ka forma tjera që unë i bllokoj, por nuk do të dëshiroja që aty të shikoja që një person është bllokuar. Gjithsesi ju përshëndes dhe ju uroj një vit sa më të mbar për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Atëherë po vazhdoj rrugën. Valentino, faleminderit. Kemi dy mbi shkrimë që nuk do doja të shfaqja fare, gjithsesi. Të bëj një fikje edhe rindezje rrjetit. Shpresoj që të shikohet më pastër pastaj. Këtu kemi terminalin porti Durrësit, terminali tragjeteve dhe Durrësi në qendër. Ne do vazhdojmë drejt për tek Volga. Aty mendoj se do të ketë shumë qytetarë që shëtisin atë pjesë aty. Është pjesa më e bukur e Durrësit. Kështu do të ishte pak në rruga që kemi përshkruar deri tani. Egle, më bëhet qefi. Faleminderit që na ndjek. Pra këtë rrugë do doja të shikoja, sepse ajo që kemi përshkruar deri tani po bën gati 40 minuta. Rrugë jo e mirë, kështu që ju pa me të shihni vetë gjithsesi.
Në pranverë kjo rrugë është shumë e bukur sepse këto pemët gjelbërojnë, ka një gjelbërim të veçantë. Për mendimin tim, kjo është rrugë me standard, këmbësorët. Aty kemi rrugën e automjeteve. Tek pjesa më tanë kemi sërish rrugë tjetër ku kalojnë këmbësorë, por edhe bicikleta ose motora. O Bushi, kjo është një ndër rrugicat më të bukura. Por tek pjesa e plazhit, rrugicat ose rrugët, për mendimin tim, nuk kanë standard. Vila e Zogut është lartë, kështu që nuk shkoj dallë atje. Faleminderit, një vit të mbarë për tyra deri aty. Këtu më tanë kemi rrugën e cila është dalja ose hyrja në qytetin e Durrësit, rruga kryesore. Ne po ecim aktualisht në rrugën e portit, nëse mund ta them kështu. Pra, aty te kemi portin. Kur të afrohem tek ura, do të hipi edhe sipër tek ura dhe do të bëj një pamje aty. Hajër, faleminderit. Përshëndetje për gjithë shqiptarët, të cilët janë diasporë.
vendi më i afërt, cilët rrugët bashkohen ose janë më afër njëra tjetrës. Rruga e cila futet në Durrës, në brendësi. Përshëndetje Gjermania. Ariol mendoj se Fieri ka shumë rrugë të mira, mendoj. Paktën atë që kam vizituar unë, pa diskutim. Gjithashtu dhe Berati, cilin kam vizituar, ka shumë rrugë të mira. Po ashtu edhe Elbasani, përveç pjesës së Unazës, e cila është një domosdoshmëri për Elbasanin, sepse hyrja nga kryqëzimi Bëtasheshe deri në qendër qytetit, si më ta them, ose deri tek Unaza ekzistuese, është një makt i vërtet. Andrea, përshëndes, Zuar. Adriatik, faleminderit. Zuar dhe për ty. Në Gert, s'kulla, faleminderit, gjithashtu. Mirela, mirë se erdhe, faleminderit. Një sugjerim do doja nga ju që më ndiqni live, që jetoni në Shqipëri, kush ka rrjetet mirë të internetit, Vodafone, Eagle Mobile apo One. Unë aktualisht jam me rrjetin Eagle Mobile, por shikoj që figura nuk është shumë e pastër nga rrjeti. Tashmë më mbetën dy alternativa, ose One-i, ose Vodafone-i, kush ka internet më të mirë nga të dyja. Sepse nesër do të ndroj patjetër kompani për sa i përket internetit, të marr një numër tjetër. Dal nga dal po i afrohem portit. Po pra Adriatik, e shikoj që figura nuk është shumë e pastër. Ky është shërbimi i rrjeteve mobile të internetit në Shqipëri, le për të dëshiruar. Andrea, jam 100% me ty. Unë dje mora këtë numërin, dje pardje më falë, marrë këtë numërin
Eagle Mobile, po shikoj që ki pas ka interneti më të dobët. Ja u kemi edhe stacionin e trenit. Atëherë, unë po e afrohem urës aty. Edhe aty do të ndërpres këtë live stream sepse figura shumë e dobët. Do të bëj një ndërprerje dhe për ta rifilluar sërish transmetimin. Kështu që do të futem sërish për pak. Pra këtu po e ndërpres transmetimin sepse shikoj që figura është shumë e dobët. Kështu që do të futem pas 30 sekondash ose 60 sekondash do të futem një live stream tjetër sepse figura është shumë e dobët edhe më ndiqni aty sërish. Do ta vazhdoj live streamin. Pse e bën këtë burr?